Eparkia Rashko Prizrenit shprehur shqetësimin e thellë pas deklaratave nxitse të tejet e papërgjeshme të profesorëve Jusuf Bogjovi dhe Enver Rexha. Ndër pretendimet e shumta jo historike dhe spekulative bie në sy pretendimi skandaloz dhe i rrezikshëm i Bogjovit se kisha pa përfunduar e krishtit shpëtimtar në qendrët e Prishtinës duhet të ishte rrënuar menjëherë pas luftës. Kjo është një thirrje e hapur për shkatrimin e objekteve fetare dhe një formë e qartë e gjuhës së urrëties, e cila duhet të dënohet pa më dyshje nga të gjithë ata që vlerësojnë paqen, lirinë fetare dhe bashkëjetesën kulturore, thuhet nga eparkia. Para Departamenti Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë sot ka vazhduar dëshminë e tij Dragisha Milenković nga Kishnica e akuzzuar për krime lufte ndaj të përgjosurve shqiptar gjatë konfliktit në Kosovë, duke thënë se nga viti 1999 jeton në Kosovë me familjen e tij. Në dëshminë e tij Milenković ka thënë gjithashtu se të arrestuarit nuk janë keq trajtuar fizikisht në burgun e Prishtinës, por në një objekt në të cilën e shfrytëzon të sigurimi i shtetit. Avokati i tij deklaron se pas seancës presin një pafajësi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është një dështim jo vetëm për Kosovën, por edhe për marrëdhëniet me Amerikën dhe me të i dërguarit e ri i Bashkimit Evropian Peter Sorensen do të ketë shumë të vështirë të bëjë përparim dialog, thekson antari i Këshillit Atlantik Jonathan Moore në një intervistë për Kosova Online. Moore theksoi se formimi i asociacionit të komunave serbe pas 12 vitesh është prioritet dhe thekson se disa keq interpretojnë atë si Republika Srpska e Re. Ai thotë se do të ishte dobishme që partitë opozitare me listën serbe të formojnë një qeveri të re të Kosovës. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Lulzim Veliu tha se Bashkia Ndërkombëtare ka dhënë kohë të mjaftueshme qeverisë së Kosovës për të hartuar statutin e Asociacionit të Komunave Serbe. Ai thekson se mos përparimi në këtë çështje ka ndëshkuar Kosovën në arenën ndërkombëtare, duke përmendur si shembull refuzimin e antarësimit në Këshillin e Evropës. Atyre ju dha kohë mjaftueshme për të hartuar një statut që do të ishte plotësisht në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, tha Veliu, duke shtuar se asnjë qeveri e re nuk do të ketë legjitimitet pa zbatuar këtë marrëveshje. Analisti politik Visar Ymeri ka deklaruar se është numerikisht e pamundur që vetëvendosja të formojë qeverinë me papakicën serbe. Ai beson se do të ftojnë deputetën nga grupe tjera parlamentare mbetet për tu parë, por nuk mendoj se një qeveri e tillë do të ishte dobishme për Kosovën, tha Ymeri, duke shtuar se partitë që ishin në opozitë deri në zgjedhje kanë shanset më të mira për të formuar qeverinë, por se nuk ka një vullnet të barabartë për të bashkëpunuar mes tyre. Kryetari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për Personat e Zhdukur Veljko Odallović tha për Kosova Online se i ka shkruar ndërmjetësit të ri evropian në dialog Beograd-Prishtinë Peter Sorensen për të gjitha problemet me të cilat ballafaqohet aktualisht procesi identifikimit dhe zhvarrosjes së personave të zhdukur në Kosovë, por se nuk ka marrë asnjë përgjigje. Odallović pret që ndërmjetësi i ri evropian do të bëjë më shumë paraardhësi i tij dhe se ai do të marrë një përgjigje për letrën e tij gjatë vizitës së tij të parë në Beograd. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e quajti propagandë pretendimin e Serbisë se nënshkrimi i marrëveshjes së mbrojtjes ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës paraqet akt kërcënues për ta. Serbia është burimi i vetëm i destabilitetit në rajon, tha Osmani, duke referuar pretendimit se është shkelur marrëveshja e vitit 1996. Ajo shton se shtetet historikisht agresor si Serbia dhe Rusia paraqiten vazhdimisht për të trizojnë veten si viktima. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna ka thënë se deklaratat e zyrtarëve kosovar për gjoja rrezikun e luftës në Kosovë kanë larguar investitorët e huaj. Deklaratat e pamatura të leadershipit shtetëror se jemi të sulmuar nga Serbia kanë bërë që investitorët e huaj të hezitojnë të vinë në Kosovë, tha Rafuna, duke shtuar se shumë e kanë telefonuar dhe e kanë pyetur nëse ka filluar lufta.
Kjo vetëm e dëmton ekonominë e Kosovës, tha Rafuna. Moti në Serbi nesër do të jetë mesetërisht me vranësira dhe relativisht i ngrohtë, pareshje në pjesën më të madhe të ditës me reshje të dobta shiu vende dhe vranësirat më të dendura me reshje shiu dhe bubullima që vinë në fund të ditës dhe gjatë mbrëmjes. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 0 deri në 6, kurse ajo maksimale ditore prej 16 deri në 22 gradë Celsius.